Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, po ndiqni edicionin qendror të lajmeve në Report TV me mua Enida Vladi. Këto janë titujt kryesor për mbrëmjen e sotme. Nga Thethi ku takua me banorët, kryeministri Rama sqaroi keqkuptimet mbi paketën e maleve. Ai tha se nisma nuk është as për uzurpatorët e as për oligarkët, por për të zhvilluar ekonominë e trashëgimtarëve në toka që nuk janë ndarë me ligjin 7501. Shqipëria do të rrisë ndjeshëm investimet për modernizimin e ushtrisë në një kohë kur forcat armatosura kanë kërkuar shtimin me 1000 ushtar të organikës. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi në konferencë për media njoftoi gjithashtu se brenda 2026-s vendi do të pajiset me 3 avion zjarfikës. Teksa jepte sqarime lidhur me 4.3 milion euro të dhëna për koncertin e Kanye West, Ministri i Kulturës Blendi Gonxha zbuloi se protestat pezulluan një koncert të rëndësishëm që po diskutoi me divën amerikano-latine Jennifer Lopez. Shkak janë bërë protestat pasi këngëtarja kishte kërkuar 2 milion euro garanci për shkak të tyre. 4 të rinj që u plagosën mbrëm në Elbasan mund të kenë qenë viktima të rastësishme të sulmit me armë në një lokal. Hetuesi dyshojnë se objektivi i vërtet mund të ketë qenë personi në tavolinë me ta, nipi një emri të njohur të botës së krimit, Kastriot Kilos. Vështirësi në identifikimin e autorit mbante maske paruke. Komisionet parlamentare miratuan akti normativ të rishqikimit të buxhetit që garanton indeksim pensionesh, financim me shtesë për mbrojtjen, shëndetësinë e mbështetjes sociale. Ministri i Financave mohoi se rritja e të ardhurave ka ardhur nga inflacioni i lartë dhe shtoi se vitin e ardhshëm indeksimi i pensioneve do të bëhet në prill. Shtetet e Bashkuara dhe Irani vijojnë me sulme të ndërsjella. Ushtria amerikane goditi komandat iraniane, ndërsa Teherani shkatërroi një qendër të dhënash të kompanisë Amazon dhe kreu sulme në Bahrein e Kuvajt. Trump thotë se Irani dëshiron takim, por SHBA nuk kanë interes për momentin. Pakistani thirrje palëve të ulin tensione dhe t'i rikthehen bisedimeve. Një pritje heronjsh u rezervua ekipit kombëtar të Spanjës në shtëpi pas shpalljes kampion bote. Dhjetra mijëra tifoz mbushën rrugët e Madridit, ndërsa u pritën edhe në pallatin mbretëror apo edhe në kryeministri. Ndërkohë edhe në Argjentinë mijëra tifoz kishin dalë për të pritur nën kampionët, por mes tyre mungonte Messi. Paketa e maleve do t'jetë një histori suksesi. Ky ishte mesazhi që përcolli kryeministri Rama për protestuesit, të cilët kërkojnë me këmbgulje shfuqizimin. Rama është i bindur se kjo nismë do t'i ndryshojë fytyrën Shqipërisë turistike. Që në ditët e para anulimi i ligjit për paketen e maleve ishte një ndër 5 kërkesat e pandryshuara të protestuesve, të cilët e konsiderojnë një nismë abuzive. Kryeministri Edi Rama, i cili shpesh i ka ftuar për dialog protestuesit, e bëri të qartë se ligji nuk do të shfuqizohet. Unë nuk kam parë në një komunitet nga këta që preken për shkak se nuk e kanë këtë paketë, që çohet dhe thotë kjo paketa po vjen, po na merr tokat, po na merr pronat, po na. Ndërkohë që shitet në tregun e fjalëve si një tjetër akt tradhtie. Këtu jemi në kushtet kur njerëz të cilët kanë një pemtore, kanë pamundësi që të kenë letrat pikërisht për arsyet që thash, pajisen me një leje për të bërë një agropërpunim. Nga Thethi, një vit pas ndërhyrjes për prishjen e 10 ndërtimeve pa leje, kryeministri Shqipërinë pas paketës së maleve krahasoi me Zvicrën, i bindur se kjo nismë do të jepte frymëmarrje turizmit në zonat malore. Ai nënvizoi se të drejtën për të ndërtuar i kanë vetëm banorët në tokën e cila është e pakontestuar. Kjo e oligarkëve dhe faljes dhe sjelljes së njerëzve me lek nga qyteti për të pushtuar malet është një imagjinat që e dominon opinionin negativ lidhur me paketën e maleve. Paketa e maleve është eksaktësisht e kundërta e të gjitha këtyre që thuan. Eksaktësisht e kundërta.
Paketa e maleve nuk është as për uzurpus, as për biznesmen që nuk kanë lidhje dhe nuk kanë marrëveshje me ju, as për oligark, as për asgjë tjetër, përveç se për të vënë në lëvizje ekonominë e trashëgimtarëve të pronave. Që nga tetori viti 2025 deri më tani qeveria ka miratuar zonat prioritare në 49 bashki të vendit, ndërsa interesi për zhvillimin e tyre ka qenë i lartë. Nga 1318 aplikime, 3 bashkit me interesi më të lartë rezultojnë ato veriore, kryesuar nga Shkodra me 192 aplikime, Vau Idees me 126 dhe Bulqiza me 103 aplikime. Përmes paketës së maleve, qeveria synon rimëkëmbjen ekonomike dhe sociale të zonave të ndryshme të vendit, jo vetëm malore, duke nxitur investime në prona që aktualisht shfrytëzohen nga privatët, por që nuk kanë tituj pronësie. Ligji zgjidh pikërisht këto problematik, duke parashikuar kalimin e pronësisë në këmbim të investimit për ushtrimin e një aktiviteti ekonomik. Rama lajmëroi se në 2 javët e ardhshme do të nisë edhe rruga e Dukajgjinit, ndërsa deri në kolikun e vitit të ardhshëm pritet mbyllja e rrjetit të energjisë elektrike. Kreu i qeverisë u ndal edhe tek protestat për të cilat thotë se qeveria po vijon refleksionet, por vetëm mbi kërkesat e atyre që i quan flamingot. Historia e flamingove është historia e Shqipërisë së re. Ndërsa historia e sorrave dhe e korbeve që e kanë marrë peng asnjë lidhje me historinë e të ardhmës së Shqipërisë. Shumë respekt për flamingot, që më kanë mësuar shumë edhe më kanë bërë të mendoj thellë. Samiti i NATO-s vitin e ardhshëm në Tiranë është një tregues për rolin strategjik të Shqipërisë në aleancë, tha sot ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi. Në konferencë për mediat, ministri tha se Shqipëria do të investojë në modernizimin e ushtrisë, e cila ka kërkuar shtimin me 1000 ushtar të organikës. I pyetur për zjarret, Nufi tha se brenda 2026-s vendi do t'i shtohen 3 pajisje zjarfikës. Në shtator, prodhimet e para të dronëve do t'jenë me izraelitët. Samiti i NATO-s në Shqipëri për vitin 2027 tashmë është fakt dhe ky për vendin konsiderohet dëshmi e madhe besimi nga aleanca. Bashkëpunimi me NATO-n, sipas ministrit të Mbrojtjes Ermal Nufi, ka kaluar në një fazë tjetër për modernizimin e forcave të armatosura në investime të reja. Koha dhe dallet ku do mbahet samiti i radhës do të përcaktohet nga vetë aleanca dhe organizimi i këtij samiti në vendin tonë është dëshmia më e madhe e besimit për Shqipërinë. Shqipëria dhe NATO po hynë në një fazë të re, atë që në aleancë quhet NATO 3.0. Përfaqëson një aleancë më të përgatitur, më të aftë dhe një NATO që kërkon më shumë kapacitete dhe më shumë përgjegjësi. NATO e sotme është një aleancë e gatishmërisë, e kapaciteteve dhe përgjegjësive të përbashkëta. Diskutimi nuk është më vetëm sa para do të shpenzohen, diskutimi vërtet është çfarë kapacitetesh do të ndërtohen me këto para. Nevojat, por edhe kërkesat në rritje për të bërë pjesë e forcave të armatosura gjatë viteve të fundit kanë bërë që shtabi i përgjithshëm të kërkojë trupa shtesë në ushtri. Nga ana e shtabit përgjithshëm është drejtuar me një kërkesë shtimit të numrit personelit deri në 1000 veta. Kemi marrë një konfirmim të qartë nga ana e Ministrisë së Financave dhe Qeverisë për një numër të caktuar në të cilin do bëjë rritjen e kapaciteteve. Prodhimi i dronëve made in Albania me izraelitët ka një arsye për vonesën, por edhe kohë të përcaktuar të prodhimeve të para. Konflikti në lindjen e mesme ka qenë një problematike shtuar e cila na ka vonuar, por besoj që brenda verës ose në fillim të shtatorit ne do të kemi filluar prodhimin në këtë impiant ku do të prodhohen dronët. Brenda vitit Shqipëria pajiset përfundimisht me 3 avion zjarfikës, kontratat janë mbyllur. Janë nënshkruar kontratat për pajisje me 3 avion Grafix. Brenda këtij viti avionët janë këtu zyrtarisht, do vinë edhe më parë për pjesën e trajnimeve. Këtë verë situata me zjarret duket më e qetë. Ministri Nufi ja atribuon masave të parandalimit dhe konstatimit të hershëm, sidomos me dronët Bayraktar. Krye Mbrojtjes Civile bëri një bilanc të këtij viti. Kemi regjistruar rreth 16 vatra zjarri masive në pyje, kullota dhe në pemtari. Janë aktivizuar pothuajse që të gjitha forcat. Kemi një evidentim rreth 200 hektar, e cila është një sipërfaqe e pa konsiderueshme në raport me vitin 2025. Nufi komentoi edhe deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović për spastrimin etnik të Kosovës, duke e cilësuar si të papranueshme dhe skandaloze.
Financimi i koncertit të Kanye West është mbrojtur në kuvend nga ministri Blendi Gonxha, duke thënë se ndërhyrja e qeverisë shmangu dështimin e eventit dhe solli përfitime ekonomike. Ai zbuloi se ishte refuzuar kërkesa e Jennifer Lopez për një garanci prej 2 milion eurosh dhe kjo për shkak të protestave. Mundësia që një prej emrave më të mëdhenj të muzikës botërore, Jennifer Lopez, të mbante koncert në Tiranë, duket se për momentin është pezulluar për shkak të protestave. Ky është pretendimi i ministrit të kulturës Blendi Gonxha, sipas të cilit diva e popit kërkoi 2 milion euro garanci, por qeveria nuk mund t'ia jap. Jennifer Lopez, jo, e kemi refuzuar për momentin se kërkonte 2 milion euro garanci nëse do ketë protesta. Dhe e kemi refuzuar se nuk e hapim dot garanci. Deklarata erdhi gjatë përplasjes në kuvend me kryetaren e Komisionit të Kulturës Ina Zhupa, e cila e lidhi këtë rast me vendimin e qeverisë për të financuar me 4.3 milion euro koncertin e Kanye West. Për herë të parë në histori, me akt normativ jepen 4.3 milion euro për një koncert privat, me organizator privat, që ju vetë, Ministri Financave, Kryeministri, Ministre e Parlamentit, ishit përbetuar që do të kishte zero kosto. Kush është urgjenca e një koncerti që kishte darë 6 muaj para që do të organizohet? Ministri mbrojti aktin normativ duke argumentuar se ndërhyrja ishte e domosdoshme për të mos rrezikuar anulimin e koncertit. Sipas tij, qeveria nuk kishte planifikuar financim të drejt për drejt, por situata ndryshoi pasi eventi nuk arriti të vetë financohej. Ishte në rrezik humbja e eventit, dështimi i eventit, anullimi i eventit, për arsye se eventi nuk kishte arritur që të garantonte në 2-3 javët e fundit një ecuri të caktuar në vetë financimin e vetë sa i takonte eventit. Opozita e cilësoi ndërhyrjen të paligjshme dhe në kundërshtim me kushtet për nxjerrjen e një akti normativ. Jeni në shkelje të ligjit, jeni në kushtet të shpërdorimit detyrës, jeni në kushtet të shkeljes të barazisë të konkurrencës. Gonxha këmbguli se organizimi i koncertit ka sjellë përfitime për ekonominë dhe imazhin e Shqipërisë. Ai tha se eventi ka tërhequr mijëra vizitor nga jashtë, duke sjellë të ardhurat të konsiderueshme për sektorin e turizmit, që ai i llogariti minimalisht në shifrën e 35 milion eurove, ndërsa mbrojti procedurat e ndjekura për miratimin e aktit normativ. Për aktin normativ, Gonxha ishte i pranishëm edhe në Komisionin për çështjet ligjore dhe atë të ekonomisë. Megjithatë, pas debateve në 3 komisione parlamentare, ishte ai i ekonomisë si komision përgjegjës, i cili kaloi aktin normativ, me 7 vota pro dhe 2 kundër, dhe pritet kalimi në seancën plenare të sejntes. Mes votave kundër ishte edhe ajo e socialistit Erion Braçe, i cili e kundërshtoi ashpër aktin normativ si të paligjshëm. Ndërkohë këtë mbrëmje zhvillohet protesta e 52 me kërkesën kryesore si dorëheqja e kryeministrit Rama, por edhe largimi të gjithë klasës së vjetër politike. Shohim në këtë çast në pamje të drejtë për drejta numrin dhe pjesëmarrjen e qytetarëve, e cila për hir të së vërtetës ka pësuar një zbehje në muajin e fundit. Ndërkohë, nga kjo protestë vijon në njëjta rutinë, qytetarët lidhen fillimisht në sheshin Skënderbej për të marshuar më tej drejt kryeministrisë, ku mbajnë edhe fjalime nga organizatorët, por edhe qytetarët e rastësishëm, ku shpalosin problematikat e tyre siç kanë bërë për çdo ditë deri në këtë moment. Në këtë ditë të 52 që ne flasim, e më tej për të vijuar me një marshim simbolik në rrugët e kryeqytetit. Kur nuk ka ende një draft të hartës së re territoriale, Partia Demokratike insiston se mazhoranca do të shkojë drejt shkrirjes së 20 bashkive. Kryedemokrati Berisha akuzoi kreun e qeverisë se urdhëroi ndërprerjen e konsensusit në Komisionin e Posaçëm për Reformën Territoriale në një kohë kur duhet të vijonin konsultimet me bashkitë. Varianti i socialistëve për të ecur përpara me skenarin për uljen e moderuar të numrit të bashkive dhe ndarjen e vendit në rajone e bën Partinë Demokratike të bindur se me hartën e re territoriale, mazhoranca do të shkrijë të paktën 20 bashki. Tani ai kërkon të zbatoj më tej politikën e çpopullimit duke hequr edhe 20 bashki të tjera. Kryedemokrati Berisha thotë se drejt kësaj ndarjeje të re
PS po shkon duke ndërprerë në mënyrë të habitshme konsensusin e krijuar në Komisionin e Posaçëm të Reformës Territoriale. Edi Rama urdhroi ndërprerjen e një procesi në vazhdim për të cilin palët ishin plotësisht dakord të kërkojë shtyrja, mbasi nuk kishte përfunduar as procesi i konsultimeve publike. Mazhoranca do ta prezantojë të njëjtën në një raport mbi punën e deritanishme nga Komisioni për Reformën Territoriale, por pa një draft final. PD ka kërkuar shtyrjen e afatit pasi ende nuk kanë përfunduar konsultimet me të gjitha bashkitë, përfshirë edhe Bashkinë e Tiranës, që për shkak të arrestit me burg të kryebashkiakut Veliaj, komisioni nuk ka arritur të zhvillojë dëgjes me bashkinë më të rëndësishme të vendit. Në konferencën për mediat, Berisha ju rikthye edhe akuzave për udhëtimet e kryeministrit, duke njoftuar se PD do të kërkojë edhe një herë komision hetimor për charterin e kryeministrit. Në përfundim të mandatit të tij si kreu delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzatu dekorua nga kryeministri Edi Rama me yllin e madh të medaljes Benemen Renti. Mirënjohje për këtë vlerësim shprehu Gonzatu gjatë një takimi lamtumire, ku shpreh se gjatë shërbimit në Shqipëri ka qenë kërkues, por i drejtë. Bashkimi Evropian ka qenë gjithmonë për mua më tepër se një treg apo një ekonomi e përbashkët. Ai ka të bëjë me njerëzit dhe lirinë, barazinë, respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit, vlera që më kanë udhëhequr gjatë 3 viteve të mia në Shqipëri, tha Gonzato. Ky vend do të mbetet në zemrën time për gjithë jetën. Shihemi në BE, u shpreh kreu i delegacionit të BE-s në Tiranë. Pas 17 vitesh në fuqi, ligji antimafia kaloi për herë të parë në sitën e Kuvendit të Shqipërisë dhe vlerësimit të institucioneve ku gjen zbatim. Për mazhorancën, ligji ka qenë brenda pritshmërive dhe ka prodhuar rezultate pozitive, ndërsa opozita ka një qëndrim krejt të kundërt. Vlerësimi post-legjislativ nxjerr në pa nevojën e ndryshimeve të reja në këtë ligj. Sa efektiv ka qenë ligji antimafia? 17 vite pas miratimit e një prej nismave më të forta për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, Kuvendi i Shqipërisë kaloi për herë të parë në sit rezultatet që ka sjell. Ligji ju nënshtrua një kontrolli post-legjislativ nga Kuvendi, duke kërkuar vlerësime të dhëna nga 17 institucione, nga SPAK deri tek Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. Kryetari i Komisionit Ligjeve tha se ky ishte një proces i vonuar, ndërsa efektivitetin e ligjit e konsideroi lehtësisht të matshëm me sasinë e madhe të aseteve e parave të sekuestruara. Fakti që agjencia sot prodhon të ardhura nga pasuritë që kanë sekuestrim dhe e shoh si rritje të efektivitetit punës prokurorisë, posaçme dhe të prokurorisë në tërësi, por vetëm për 4 mujorin, 5 mujorin e parë të 2026-s, agjencia ka marrë në administrim mbi 1000 pasuri të sekuestruara. Duhet gjenerojnë ekonomi. Jam dakord që përfituesit e parë të këtyre pasurive të jenë bashkitë ligji, të mos lërë hapësira që ato të përfundojnë në duart e atyre të cilëve u ishte sekuestruar dhe konfiskuar kjo pasuri. Por për opozitën panorama është krejt tjetër. Ligji nuk ka dhënë efektet e pritshme dhe këtë sipas PD-s tregojnë flukset e parave të krimit në sektorin e ndërtimit. Shqipëria është bërë një hub i madh për riciklim e paras që vjen nga trafiqet. Duke mbyllur syt se nga janë këto burime, si në sektorin e ndërtimit, është kur shteti ta lejon. Ky teu impret me sa duket, o është i pamjaftueshëm, është biçak, ose është i topitur. Është ligji për paqen fiskale që kemi thonë ne, që për mua është formë e pastër e pastrimit parave në Shqipëri. Ne kemi mundësinë që ta kontrollojmë pastrimin e parave nga bankat e nivelit 2. E ka guvernatori i Bankës së Shqipërisë detyrim. Pa shohim një kull gjigant në Tiranë, e të shkojmë te noteri i cili ka bërë kontratat e shitblerës së drejtave reale, qoftë kontratat e porosisë në fillim apo edhe çites në fund. S'kemi nevojë të ndjekim individin. Klodian Brau, drejtuesi i SPAK, tha se propozimet e tyre janë marrë parasysh në hartimin e draftit vlerësues, duke u ndalur veçanërisht tek palët e treta që preken nga sekuestrimi i pasurive të dyshuara kriminale. Në forcimin e garancive procedurale, edhe ky është një element shumë i rëndësishëm, sidomos dispozitës që ju përmendën në 12 i ligjit, i cili mendojmë që ka nevojë të përmirësohet për të reflektuar aty të drejta të palëve të treta, të cilët sipas asaj dispozite mund të sekuestrohet apo mund të konfiskohet pasuria pa patur dieni dhe pa qenë pranishëm në seancë.
sfida tani mbetet që këto përcaktimet e raportit të kthehen në dispozita ligjore të qarta. Raporti evidenton gjithashtu nevojën për krijimin e një mekanizmi të posaçëm shtetëror për identifikimin, sekuestrimin dhe administrimin e pasurive në kriptovaluta, të cilat janë kthyer në sfidën e radhës për autoritetet. 55% e procedimeve pasurore të raportuara nga SPAK, sipas raportit, rezultojnë të jenë të iniciuara mbi bazën e informacioneve nga autoritetet të huaja. Prandaj kërkohet forcimi kapaciteteve vendase për identifikimin, gjurmimin dhe inicimin proaktiv të hetimit pasuror. 6 gjetje të raportit orientojnë kuvendin drejt ndryshimeve ligjore, për të cilat Manja kërkoi edhe ndihmën e SPAK. Këto rekomandime të përkthejmë dhe në ndërhyrje ligjore dhe kontributi i SPAK-ut është thelbësor në këtë drejtim. Gjykata e posaçme vijon të mos i marrë parasysh kërkesat e Ajola Xhoxhës për shtyrje të procesit gjyqësor për shkak të gjendjes së saj shëndetësore. Edhe në këtë seancë GKK pranoi variantin e prokurorisë se leja e lindjes nuk ishte kusht që Xhoxha të mos vinte në seancë. Gjithashtu GKK gjobiti avokatin e Veliajt, Ndreca, për mos prani, ndërkohë që ja pezulloi afatet e paraburgimit kreut të bashkisë deri në 15 shtator, kur u caktua edhe seanca e radhës. Gjyqin e kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia nuk u zhvillua as këtë të martë. Shkaku bë mungesa avokatit të tij Plaren Ndreca, i cili njoftoi gjykatën se kishte të pamundur të paraqitej pasi ndodhej në një tjetër proces civil në gjykatën e Tiranës në të njëjtën orë ku përfaqësonte Arbian Maznikun. Në seancë mungoi dhe bashortja e Veliajt Ajola Xhoxha e pandehur në të njëjtin proces. Përmes mbrojtësit të saj, ajo paraqiti një tjetër kërkesë për shtyrje të seancës deri në përfundim të lejes lindjes, duke argumentuar se dëshironte të ishte personalisht e pranishme në gjykim. Avokati i saj Gurali Ibrahim Llari deklaroi se gjendja shëndetësore e klientes së tij vjoj të mos i lejojë pjesëmarrje në seancë. Sipas tij, pas marrjes së njoftimit për zhvillimin e seancës, Xhoxha kreu një tjetër konsult mjekësore, por gjendja e saj mbetet e pandryshuar. Nga ana tjetër, prokurori i SPAK Olsdado kërkoi që mungesa e avokatëve dhe e pandehurve të mos pengojë vijimin e procesit. Ai e cilësoi të pajustifikuar mungesën e avokatit të Veliajt Plaren Ndreca, duke kërkuar gjobitin e tij si dhe pezullimin e afateve të paraburgimit për Veliajn. Prokurori argumentoi gjithashtu se dokumentacioni mjekësor i paraqitur nga mbrojtja e Ajola Xhoxhës nuk përmban elementë që justifikojnë mungesën e saj në seancë. Pas tërheqjes për vendim, gjykata vlerësoi se konsulta mjekësore paraqitur nga mjeku Orion Glozheni nuk përbën shkak ligjor për mos paraqitjen e Ajola Xhoxhës. Po ashtu, gjykata vendosi të gjobis me 50.000 lekë avokatin Plaren Ndreca për mungesë të pajustifikuar, duke pranuar kështu kërkesën e prokurorit Dado. Për të shmangur vonesat e mëtejshme në proces, gjykata vendosi që krahas avokatit të zgjedhur Plaren Ndreca, mbrojtjen e kryebashkiakut ta ushtroi dhe avokatja kryesisht Valentina Teodorescu, e cila ishte caktuar edhe gjatë seancës paraprake. Seanca e radhës u caktua më 15 shtator, ndërsa për Erion Veliajn u pezulluan afatet e paraburgimit. Ndërkohë, pak orë më pas, gjykata e lartë rrëzoi një tjetër kërkesë të Veliajt, me të cilën ai kishte ankemuar vendimin e mëparshëm të GKK-s për pezullimin e afateve të paraburgimit, të lëna në fuqi edhe nga gjykata e posaçme e apelit. Veliaj dhe mbrojtja e tij e kanë cilësuar antikushtetues pezullimin e këtyre afateve, edhe në rastet kur shkaku i shtyrjes së procesit nuk ka qenë mungesa e vetë të pandehurit. Katër të rinj që u plagosur mbrëm në Elbasan mund të kenë qenë viktima të rastësishme të sulmit me armë në një lokal të qytetit. Hetuesi dyshojnë se objektivi i vërtet mund të ketë qenë një person me ta në tavolinë, nipi një emri të njohur të botës së krimit, Kastriot Kilës. Atentati mbrëmjes së të hënës në lagjen vullnetarit të Elbasanit po merr një tjetër rrjedh, nga të shtënat me armë zjarri në verandën e një lokali, betën të plagosur lehtë Armand Tomorica, Renaldo Manche dhe kamarieri 19 vjeçar Bjorgi Hoxha. Sot mësohet se është lënduar lehtë dhe një person i katërt. Në fillim u dyshua se objektivi ishin dy prej të plagosurve, Tomorica dhe Manche. Megjithatë, të martën në mëngjes, pasi u morën në pyetje, të plagosurit deklaruan se nuk e njohojnë autorin dhe se nuk kanë asnjë konflikt. Hetimet paraprake kanë nxjerrë në pa një pistë të re. Shenjestra mund të qenë nipi Kastriot Kilës. Burime thanë se i riu ndodhej në të njëjtën tavolinë me të plagosurit, por ka shpëtuar pa lëndime.
Hetuesit kanë marrë në pyetje nipin e Kilës, i cili ka deklaruar se nuk ka konflikte, po kështu vetë Kastriot Kila përmes një statusi në rrjetet sociale thot se nipi i tij ka qenë rastësisht dhe nuk ka qenë objekt i sulmit. Ndërkohë hetimet kanë zbuluar se autori ishte përgatitur me kujdes për të mos u identifikuar. Ai është filmuar nga kamerat në rrugë, i maskuar me paruke, me flokë të gjata, element ky që tregon se atentati ishte i planifikuar. Pasi qëlloi me 6 plumbra pistolete, u largua në këmbë nëpër rrugicat e lagjes, duke shpëtuar një efektivi që gjendej rastësisht në lokal dhe që u vu në ndjekje të tij. Gjatë arratisjes, autori hodhi armën e krimit, e cila është sekuestruar, mëtej është ndihmuar nga një automjet për t'u arratisur. Kastriot Kila, i njohur si Ot Kila, konsiderohet një nga emrat e njohur të botës së krimit në Elbasan. Në vitin 2018, ai u arrestua me qëllim ekstradimi në Itali, pasi autoritetet italiane akuzonin për pjesëmarrje në organizatë kriminale, trafik narkotikësh, mashtrim dhe kallëzim të rrem. 2 muaj pas arrestimit, prokuroria e Elbasanit sekuestroi pasurinë e emër të tij dhe familjarëve me vlerë të deklaruar rreth 71 milion lekë, përfshirë një godinë 5 kaçe, tokë, një si shërbimi. Shoqërinë Kila Trans, si dhe 39 automjete luksoze dhe 6 motomjete të sekuestruara si të përfituara nga aktiviteti kriminal. Më pas, gjykata e Elbasanit e liroi nga paraburgimi, duke caktuar masën detyrim paraqitje. Një incident i rënd ka tronditur zonën turistike të Golemit në kulmin e sezonit veror, ku 5 turistë nga Turqia janë rrahur nga menaxheri dhe punonësit e resortit me 5 yje Diama Resort në pronësi të Edmond Luadhit. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së hënës, teksa turistët po konsumonin ushqim dhe pije. Sipas burimeve, përplasja nisi pasi stafi u kërkoi turistëve të mos bënin zhurmë. Konflikti më pas degradoi në dhunë fizike. Sipas policisë, menaxheri i resortit David Kondo, 33 vjeç dhe punonësi i plazhit Eluert Qose, 37 vjeç, kanë goditur me sende të forta 2 prej turistëve turq. Ata janë arrestuar dhe akuzohen për plagosje të rënd me dashje dhe prishje të qetësisë publike. Ndërkohë, po hetohen në gjendje të lirë banakjeri dhe punonësi i sigurisë së resortit, të cilët kanë kanosur 3 turistë të tjerë turq. Burimet bën me dije se të 5 turistët u transportuan në spitalin e Durrësit, ku po marrin ndihmë mjekësore, si dhe janë marrë në mbrojtje nga policia. Një sasi tritoli ka shpërthyer në portën e shtëpisë Altin Ballës, vëllau i Julian Ballës në Shijak. Ky i fundit është në kërkim nga SPAK si pjesë e organizatës kriminale të drejtuar nga Ervis Çela e Franz Çopja. Nga shpërthimi nuk ka pasur të lënduar, por vetëm dëme materiale dhe ngjarja ka ndodhur të shtunën 17 korrik. Dëmet kanë qenë të vogla. Ende nuk ka një autor nga ana e policisë. Sasia e tritolit është vënë në derën e shtëpisë së Altin Ballës në zonën e Shijakut, e cila ndodhet ngjitur me atë të vëllait Fadilit. Hetuesit thonë se vendosja e lëndës shpërthyese duket më shumë si një mesazh kërcënues. Julian Balla, që njihet dhe me emrin Fadil, është ish-presidenti i klubit sportiv Erzeni në kërkim prej më shumë se një viti për trafik të kokainës. Balla njihet si biznesmen dhe kompania e tij kishte fituar tendera publik. Sotëron kompleksin Ayman Park në Shijak, që u sekuestrua nga SPAK në kuadër të hetimeve. Po ashtu zotëron edhe vilën Elizian në Bregdetin e Dërmiut. Të ndjekim tani një blok të shkurtër informativ me lajmet e tjera nga vendi. Shtyhet për në 9 shtator seanca paraprake për kalimin ose jo për gjykim të dosjes në ngarkim të kryebashkiakut të Kolonjës, Erioni Said dhe 14 zyrtarëve të bashkisë dhe ARSH-s, të cilët akuzohen për shkelje të barazisë në tender dhe shpërdorim detyre. Shkak u bë mosnjoftimi i palëve. Isai dhe 14 të tjerët po hetohen për 3 procedura prokurimi të vitit 2020 që e kalojnë vlerën 30 milion euro.
Ilir Meta kundërshton në gjykatën e Tiranës vendimin e prokurorisë për të mos nisur hetimet ndaj punonjësve të burgut 313, të cilët ai kishte akuzuar se kanë shpërdoruar detyrën dhe kanë shkelur të drejtat e tij pasi nuk e kanë lejuar të komunikojë nga ambientet e burgut. Më herët, prokuroria pati argumentuar se nuk ka vepër penale. Një 34 vjeçar përfundoi në prangat të policisë së Kukësit për kultivimin e 60 bimëve kanabis. Një pjesë e vogël u sekuestrua në cilësi në provës materiale, ndërsa pjesa tjetër u zgjesua përmes djegjes. Po në Kukës, policia arrestoi një 60 vjeçar, ndaj të cilit ishte caktuar arrest me burg për kultivim bimësh narkotike. Një 57 vjeçar në progonat të Tepelenës u arrestua për kultivim kanabisi. Ilir Muçi e kultivonte lëndën narkotike në thellësi të kanjoneve, ku policia gjeti dhe zgjesoi 175 bimë të mbjella në vazo. 3 kamion me ndihma humanitare të ardhura nga Gjermania kanë bërritur në Pogradec me pajisje dhe materiale për institucione arsimore, shërbime sociale dhe familjet në nevojë. Donacioni është siguruar nga shoqata e motoristëve dhe kamionistëve të Gjermanisë për të tretin vit radhazi. Në postën e Durrësit, gjatë muajve prill e maj, dyshohet se janë vjedhur 69 milion lek ose rreth 730.000 euro. Në akuzë janë drejtoresha, shefja financës dhe arktarja. Report TV ka arritur të siguroj pamjet e kamerave të sigurisë, të cilat tregojnë lëvizjet e punonjësve. Në pamje shihet shefja financës dhe arktarja, të cilat lëvizin në ambientet e brendshme të postës me thesin e parave. Për këtë ngjarje, gjykata ka lënë në arrest me burg drejtoreshën Elisabeta Mataj, ndërsa shefja financës Valbona Duni dhe arktarja Paula Dani në arrest shtëpie. Nga hetimet rezultonse të treja në bashkëpunim kanë vjedhur shumën e parave që ishte destinuar për pensionet. Nga hetimet rezultonse Mataj ka frekuentuar disa kazino në Tiranë gjatë muajve që është kryer vjedhja, duke ngritur dyshime se parat i ka lënë në Bixhoz. Komisionet parlamentare kanë miratuar aktin normativ të rishikimit të buxhetit që garanton indeksimin e pensioneve, financimin e mbrojtjes, shëndetësisë dhe mbështetjes sociale. Gjatë diskutimit, Ministri i Financave Petrit Malaj mohoi se rritja e të ardhurave ka ardhur prej inflacionit të lartë, ndërsa bëri të ditur se kostoja e rindërtimit ka arritur në 1.2 miliard euro. Ministria e Financave pret që deri në fund të vitit të mblidhen 843.1 miliard lek, ose 20.1 miliard lek më shumë se sa projekcioni fillestar, ndërsa plani i shpenzimeve shkon në 906.8 miliard lek në dispozicion për t'u harxhuar për paga, pensione, ndihmën ekonomike, investime, arsim, shëndetësi, bujqësi e mëtej. Sa i takon burimeve të rritjes së të ardhurave, qeveria thotë se ato vijnë nga rritja ekonomike dhe mirë administrimi e jo nga inflacioni. Norma e inflacionit është 2.5% mesatarisht në këto 5 muajt e fundit, që do të thotë rritja e të ardhurave ka ardhur plotësisht si rezultat i mirë administrimit tatimor dhe doganor. Në total, për gjatë gjithë periudhës së konfliktit, të ardhurat shtesë që ka marrë buxheti i shtetit kanë qenë 275 milion lek. Ministri i Financave Petrit Malaj tha në Komisionin e Ekonomisë se rishikimi i buxhetit ishte i domosdoshëm për të indeksuar pensionet dhe për të shtuar fondet për mbrojtje në kuadër të detyrimeve ndaj NATO-s. Nëpërmjet këtij akti normativ, afruam indeksimin e pensioneve me efekt financiar nga një korriku dhe jo më siç ka qenë më përpara nga një tetori. Plani për qeverinë është që indeksimin e ardhshëm ta afrojmë në muajin prill, siç ka qenë edhe në vitet e mëparshme. Nëpërmjet këtij akti normativ, sigurojmë financimin e menjëhershëm të shpenzimeve prioritare në fushën e mbrojtjes në funksion të përmbushjes së angazhimeve që ka Shqipëria në raport me NATO-n. Duke ju përgjigjur pyetjeve të opozitës, Malaj u ndale edhe tek rindërtimi, për të cilin tha se fatura në buxhetin e shtetit ka kapërcyer shifrën e 1 miliard eurove. Kostoja totale e procesit të rindërtimit është vlerësuar në masën 124 miliard lek, ose 1.2 miliard euro. Deri në fund të vitit 2026, fondet të angazhuara nga buxheti i shtetit kanë qenë në masën 108 miliard lek.
Sa i takon dëmshpërblimit të ish përndjekurve, ministri i tha se deri më tani janë paguar vetëm të dënuarit e drejt për drejt. Flasim për 13.500 dosje në total, nga cilat 3.100 janë paguar tashmë plotësisht, ndërkohë që mbeten edhe rreth 10.400 dosje të tjera që janë në proces. Këto kryesisht janë dosje që lidhen me pasardhësit, pra të ish të dënuarve politik. Përmes rishikimit të buxhetit dyfishohet mbështetja financiare për fëmijët me aftësi të kufizuara, si dhe 15 milion euro shkojnë për barnat e onkologjikut në shërbimet spitalore në vend. Banka e Shqipërisë ka rishikuar interesat maksimal për kredit konsumatore. Sipas të dhënave zyrtare, interesin për kredit konsumatore deri në 200.000 lek dhe ato nga 600.000 lek deri në 2 milion lek do të jetë më i ulët se në 6 mujorin e parë të vitit, ndërsa janë rritur interesat për vlerat e tjera. Qytetarët që do t'i drejtojnë institucioneve bankare dhe jo bankare për të marrë kredi konsumatore deri në 200.000 lek do të paguajnë më pak interes, pasi Banka e Shqipërisë ka vendosur të ulë tavanin për interesin maksimal që do të aplikohet për këto hua. Konkretisht, për kredit nga 0 deri 200.000 lek, interesin maksimal ku përfshihen të gjitha kostot e një kredimarsi do të jetë 51.3% nga 54.8% që ishte. Gjithashtu është rishikuar në ulje dhe interesi që do të aplikohet nga subjektet jo banka ndaj qytetarëve që do të marrin kredi në shumat nga mbi 600.000 lek deri në 2 milion lek, pasi interesi maksimal do të jetë 14.4% nga 14.7% më parë, ndërsa për huat nga 200 deri në 600.000 lek është rritur nga 35.4% në 37.4%. Kurse ata që marrin kredi konsumatore mbi 2 milion lek deri 10 milion lek do të kenë interes maksimal 12.4%. Këto interesa do të jenë në fuqi deri në fund të 2026 dhe në janar të vitit të ardhshëm rishikohen përsëri. Prej 5 vitesh Banka e Shqipërisë cakton çdo 6 mujor normën maksimale të interesit, pas abuzimeve që institucionet jo banka bënin me interesat e kredive konsumatore që merrin qytetarët për shkak se japin shpejt huan dhe nuk kërkojnë kolateral. Referuar shifrave të Bankës së Shqipërisë në 2022, kur nisi zbatimi i rregullores, norma maksimale e interesit për kredit deri 200.000 lek arrinte në 171.41%. Projektligji për turizmin që parashikon pezullimin e punimeve në zona turistike gjatë sezonit veror është bërë shkak i debateve në Komisionin e Burimeve Natyrore mes kreut të grupit parlamentar të PS-s Tauland Balla dhe deputetit të Lëvizjes Bashk Redi Muçi. Ky i fundit thotë se qeveria po tenton që përmes këtyre ndryshimeve të fusë element të ligjit të investimeve strategjike që u kundërshtua ashpër nga ana e Ballës. Ndryshimet në ligjin për turizmin që japin të drejtë qeverisë të pezullojnë ndërtimet gjatë sezonit turistik do të kalojnë me procedurë të përshpejtuar, ndërsa diskutimet kanë nisur tashmë në komisionet parlamentare. Drafti i propozuar nga Tauland Balla parashikon se përmes një VKM-je qeveria përcakton zonat konkrete, llojet e punimeve që ndalohen gjatë sezonit dhe periudhën e saktë apo oraret e ndalimit. PD paralajmëroi votën kundër dhe argumentet i dha kryetaria e Komisionit të Turizmit. Si do ndalojmë qeverin që t'i futet me fadroman me sezonit turistik thethit, që fillon aksion në gusht dhe shëm të gjitha operatorët ekonomik që kanë tenda, që kanë ndërtim jashtë në mes të sezonit. Këshilli i Ministrave mund të urdhërojë pezullimin e punimit ndërtimin në zonat turistike gjatë sezonit turistik për të garantuar zhvillimin e qetë. Njëjtë rregull vlen edhe për aktivitetet e tjera të lidhura me punimin ndërtimin në rast ato zhvillohen në këtë brez. Pra, punime ndërtimi mund të jenë edhe punime për prishje. Se është zgjedhur zoti Balla, Këshilli i Ministrave si autoritet kompetent për miratimin e kategorive dhe standardeve të strukturave akomoduese. Dhe pse nuk është një agjenci më e specializuar? Ministri propozues është ministri i turizmit. Por me propozim të ministrit të turizmit, qeveria mund të ndryshojë gjithashtu institucionin përgjegjës për administrimin e një zone me përparësi zhvillimin e turizmit, për projekte apo investime që cilësohen me interes publik apo rëndësi kombëtare. Ndryshim që Redi Muçi, deputeti Lëvizjes Bashk, e cilësoi si taktik për të vijuar zbatimin e ligjit të investimeve strategjike. Ne një këtij projekt ligji u kalua tërësisht tangent, më duket një vazhdim ose një zgjatim i
ligjit famkeq për investime strategjike, realizimin e projekteve dhe investimeve me interes publik me rëndësi kombëtare, të merret në dorë nga kryeministri i vendit për glabërimin e Bregdetit shqiptar të atyre zonave që ende kanë ngelur. Akuza të pabaza i cilësoi kreu i grupit të PS-s Tauland Balla. Dhe ajo që sapo bët është pjesë e një abuzimi që e bën në mënyrë të shpeshtë. Neni 28 i ligjit ekzistus me emërtesën caktimi zonave përparësi zhvillimin e turizmit thotë: me propozim ministrit përgjegjës për turizmin, Këshilli Kombëtar i Territorit miraton zonat me përparësi zhvillimit të turizmit. Pra, kështu ka qenë. Lutem, ta mbaroj. Të dyja, dhe Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Këshilli i Ministrave drejtohen nga kryeministri. Në projekt ligj propozohet gjithashtu që çdo subjekt që kërkon të ndërtojë një hotel apo strukturë tjetër akomoduese duhet të marrë fillimisht një certifikat paraprake kategorizimi. Hotelet dhe strukturat e tjera akomoduese do të regjistrojnë elektronikisht klientët. Të dhëna do të përfshin numrin e vizitorëve, netët e qëndrimit, shtetësinë dhe rezidencën, gjininë dhe moshën. Vetëm 6 neuropediatër në të gjithë vendin përballojnë rreth 5.000 pacientë në vit me probleme neurologjike. Pavarësisht sfidave, mbi 90% e rasteve diagnostikohen në Shqipëri, ndërsa për patologjitë ultra të rralla kërkohet bashkëpunim me qendra dhe specialistë ndërkombëtar. Ndjekim kronikën. Rreth 5.000 fëmijë diagnostikohen çdo vit me probleme të ndryshme neurologjike, ndërsa trajtimi i rasteve komplekse përballohet nga vetëm 6 neuropediatër në të gjithë vendin. Neuropediatre Aida Bushati thotë se numri i kufizuar i specialistëve i detyron mjekët të mbështeten shpesh në konsultime me homologët e tyre jashtë vendit. Jemi rreth 6 veta në total në gjithë Shqipëri. Kjo bën që ne të kemi shpesh herë nevojë për të konsultuar me ekipe të tjera. Patologjitë e rralla sot nuk janë të rralla veç, por si emra, por në total nuk janë të rralla. Ne afërsisht shohim në vit afërsisht 5.000 pacientë. Pavarësisht të sfidave që paraqesin sëmundjet e rralla, në Shqipëri diagnostikohen sakt mbi 90% e rasteve neurologjike tek fëmijët. 90-93% të rasteve diagnozat neurologjike diagnostikohen shumë mirë në vendin tonë. Ka dhe patologji të cilat në çdo vend të botës referohen në qendra ekselence për sëmundjet ultra të rralla. Natyrisht që ka vend për përmirësim, por nga viti në vit gjithmonë e më mirë. Për të shkëmbyer eksperjenca dhe për të përmirësuar diagnostikimin e trajtimit të këtyre patologjive në QST, u zhvillua konferenca për sëmundjet e rralla gjenetike. Në aktivitet morën pjesë edhe mjekë izraelit, të cilën dan eksperjencat e tyre me profesionistët shqiptar të shëndetësisë dhe laboratoreve gjenetik, duke fokusuar tek diagnostikimi dhe menaxhimi i rasteve komplekse. Kemi rritur në fund të këtij edicioni informativ, me një herë pas siglës do të ndiqim material të shkurtër i cili tregon se si 175 nisma sociale të ndërmarra nga Banka Kredins për gjatë një viti kanë bërë që kjo bank të marrë vlerësimin si më e mira në Shqipëri për përgjegjësinë sociale. Vlerësimi u dorëzua drejtuesve të lartë të Kredins në një mbrëmje gala të mbajtur në Londër. Ju ftoj të ndiqni materialin, bashkë mirupafshim dhe një rikujtesë në orën 21 do të jeni në Rep Politics me Denis Minga.